Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni i lajmeve të orës 23 në Radio Televizionin e Kosovës. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se pasi të përfundojë certifikimi i zgjedhjeve do të vendosin si të vazhdohet tutje për formimin e qeverisë së ardhshme. Gjatë prezantimit të rrjetit të grave në pozita vendimarrëse në administratën publike dhe institucionet e pavarura, Kryeministri Kurti tha se pengesat me të cilat përballen gratë janë më të mëdha, më të thella dhe më të padukshme se sa ato me të cilat përballen burrat. Ndërsa ambasadori britanik në Kosovë theksoi se vendi ka shënuar arritje të mëdha kur bëhet fjalë për të drejtat e grave dhe fuqizimin e tyre. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se është në pritje të përfundimit të numërimit të votave nga zgjedhjet parlamentare për të vazhduar me çështjen e formimit të qeverisë së re. Këto komente Kurti i bëri gjatë një aktiviteti për shënimin e 8 marsit, ditës së gruas, ku lartësoi rolin e gruas. Pengesat me të cilat përballen gratë janë më të mëdha, më të thella dhe më të padukshme se sa ato me të cilat përballen burrat. Shpesh është vetë struktura e pushtetit ajo që ja mbyll dyert grave dhe i mban ato jashtë hapësirave të vendimarrjes e larg kohës së pjesëmarrjes. Padrejsi këto që nuk janë as të rastësishme, as të rralla, por të përditshme, sepse të ngulitura në vetë jetën publike dhe private. Kurti i përmendi mbështetjen për punësimin e 12 migrave gjatë qeverisjes së tij, derisa shtoi se mbështeten edhe punësimin e mbi 4.000 personave përmes programit Qeveria për Familjet, prej tyre 55% gra. Ndërsa ambasadori britanik tha se në Kosovë është bërë arritje e madhe, posaçërisht kur bëhet fjalë për të drejtat e grave dhe fuqizimin e tyre. E dim që nëse ka më shumë përfaqësim të grave në qeverisja është më transparente, ato kanë më pak gjasa të korruptohen e janë më të vëmendshme ndaj nevojave të grave dhe diversiteti përmirëson edhe procesin e vendimarrjes. Këto deklarata Kurti ambasadori i bën gjatë prezantimit të rrjetit të grave në pozita vendimarrëse në administratë publike dhe në institucione të pavarura. Me votë unanime nga të gjithë anëtarët e pranishëm, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim që të rinumërojë 50 vendvotime, nga to 35 vetëm në qytetin e Vushtrrisë. Ndërkaq 15 vendvotimet e tjera janë në të gjitha komunat e vendit. Antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga Partia Demokratike e Kosovës, Arjanit Elshani, kërkoi rinumërim të plot në 15 vendvotime të shpërndara në gjithë Kosovën, ku sipas tij ka mos përputhje të nënshkrimeve. Këtë raport të mos përputhjeve apo të ndryshimeve, më thënë konkretisht, të ndryshimeve mes rezultateve të tabuluara në qendrat komunale të numërimit dhe rezultateve të dala nga hetimi në qendrën e numërimit dhe rezultateve, ka ardhur si rekomandim që 35 vendvotime për të cilat vrehet pra është më e dukshme diferenca mes votave të kandidatëve të hedhen në rinumërim. Ky rekomandim u mbështet edhe nga antarët e lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Kur fillon verifikimi i këtyre numërimi apo rinumërimi apo si do quani i këtyre kutive dhe këtyre 15-ve, po edhe atyre në Vushtrri. Një dhe dyta, kur fillon edhe numërimi i kutive sipas vendimit të PZAP-s. Unë e përkra rekomandimin që të numërohen dhe duhet që të gjithë të shihen në çdo kuti atje çka ka ndodhur. Ndërsa kryesuesi i sekretariatit Besnik Buzhala ka shprehur gatishmërinë për rinumërimin e të gjitha kutive të votave të 50 vendvotimeve. Sa i përket vlerësimit të kutive të votimit jashtë Kosovës që janë 177 gjithsejt, ju njoftoj se dje me datën 9 mars 2025 në ora 14:32 ne kemi pranuar vendimin në PZAP-s. Pasi që të konsumohet ky afat e ankesave në Gjykatën Supreme, nesër orientimisht mund të fillojmë me hapjen e 177 kutive me qëllim të vlerësimit të flet votimeve të pavlefshme në përputhje me vendimin e PZAP-s. Nga lëvizja vetëvendosje paralajmëruan ankesë në Gjykatën Supreme lidhur me çështjen e votimit me postë, pasi po e konsiderojnë proces të kontaminuar. Ndërkaq antarët e KQZ-s nga radhët e PDK-s në këtë mbledhje kanë parashtruar edhe disa ankesa lidhur me procedurat e votimit në mbledhjet e kaluara të KQZ-s.
Kryetari i Lidhës Demokratike të Kosovës, Lumeri Abdigjiku, ka përjashtuar mundësinë e bashkëpunimit të LDK-s me lëvizjen vetëvendosje. Abdigjiku ka thënë se LDK-ja s'ka pasur takim me asnjë parti politike pas zgjedhjeve parlamentare të nëntëshkurtit dhe nuk do të jetë pjesë e asnjë qeverie pa pozitën e kryeministrit. Duhet të qartësoj para mediave dhe qytetarëve të Kosovës se nuk kemi pas asnjë takim me asnjë prej partive politike në Kosovë, sidomos nuk kemi pasur takim me partinë në pushtet. LDK-ja ka të qartë pozicionin e vet politik karshi lëvizjes vetëvendosje. Nuk duam, nuk kemi dhe nuk punojmë për një bashkëpunim me ta. Pra ky është pozicioni i qartë i LDK-s paraelektoral dhe si i tillë mbetet edhe sot dhe si të tillë e kam respektuar për këto 30 ditë dhe do ta respektojmë në ditët në vijim. Po ashtu, qëndrimi elektoral e paraelektoral ka qenë se LDK-ja nuk do të jetë pjesë e asnjë qeverie pa pozitën e kryeministrit. Ky vazhdon të jetë qëndrimi tani. Dhe po ashtu kemi thënë se LDK nuk synon dhe nuk do të punojë për një qeveri afat shkurt. Pra pas zgjidhjen e çështjes bazike të presidentit që përcakton dhe zgjedhjet e tashme nacionale të Kosovës, LDK-ja nuk beson se do të ketë stabilitet qeveritar dhe për qeveria pa shkurtë nuk është e interesuar fare. Nuk do të përsërisim pra gabimin paraprak të futjes në qeveri për afate të shkurtra e më pas për të marrë rezultate jo të favorshme elektorale. Interesi i LDK-s është para së gjithash. Gjithashtu duhet të bëhet qartë se ne besojmë se i takon të parit fituesit të zgjedhjeve që të nisë afatet kushtetuese sa më parë. Vendit i duhet stabilitet institucional, i duhet qeveria e Kosovës, i duhet parlamenti i Kosovës. Sipas rregullimit kushtetues, ju e dini se i pari duhet të caktoj emrin dhe kandidatin për kryetar të kuvendit, pas së cilit emër dhe votim dhe të kryesisë nisin afatet demokratike në Republikën e Kosovës. Presim pra certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve dhe presim veprimet e të parit. Pas këtyre veprimeve do të kenë edhe pozicione tjera të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por ju garantoj që qëndrimet tona paraelektorale do të jenë qëndrime dhe paselektorale. Sot kanë filluar punimet për ndërtimin e sheshit George Bush në kryeqytet. Projekti pritet të përfundojë për 240 ditë dhe vlera totale e tij është 18.1 milion euro. Për realizimin e këtij projekti ka pasur kritikat shumëta në adresë të komunës së Prishtinës me arsyetimin se nuk është zhvilluar asnjë konsultim për pronat publike që nuk i takojnë asaj, ndërtohet edhe objekti i Radio Kosovës. Lidhur me këtë, menaxhmenti i RTK-s kërkon nga kryetari i Prishtinës Përparim Rama që të diskutojnë realizimin e këtij projekti, pasi që punimet, siç janë planifikuar, do të pamundsojnë qasjen e punëtorëve në objektin e RTK-s. Drejtuesit e komunës së Prishtinës nuk janë përgjigjur për këto shqetësime të mediumit publik. Ka nisur punimet në ndërtimin e sheshit George Bush në kryeqytet. Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, tha se punimet rreth këtij projekti pritet të zgjasin 240 ditë pune dhe kapin vlerën e 18.1 milion euro. Punimet do të bëhen në faza, pra faza e parë do të jetë kjo pjesa e sheshit George Bush, ku pastaj kjo do të hapet dhe do të fillojmë pastaj me fazën e dytë të Zahir Pajazitit edhe të zonës pjesës të bibliotekës e në fund edhe të zonës Garibaldit, të rrugës Garibaldit. Rama u pyet rreth kontesteve pronësore për fillimin e punimeve në këtë pjesë, duke marrë parasysh që në këtë pjesë gjendet edhe objekti i Radio Kosovës, derisa përgjigjja e tij ishte që nuk ka asnjë problem për ta shtyrë projektin përpara. Nuk ka asnjë problem për me shtyr përpara. Normal që kemi zëra të ndryshëm, mendoj pa asnjë arsye, mirë po ne po vazhdojmë me punimet për të mirën e gjithë qytetarëve tonë. Lidhur me këtë ka reaguar menaxhmenti i Radio Televizionit të Kosovës. Në reagim shpreh shqetësimin e tij të thellë lidhur me punimet e nisura nga komuna e Prishtinës për rregullimin e sheshit George Bush, të cilat pengojnë qasjen e automjeteve zyrtare dhe të punonjësve të RTK-s në ambientet e tyre të punës. Sipas reagimit, komuna e Prishtinës nuk ka pasur një konsultim të mirëfillt paraprak me RTK-n dhe nuk është marrë parasysh ndikimi i këtyre punimeve në funksionimin e mediumit publik. Menaxhmenti i RTK-s ka kërkuar takim me kryetarin e komunës së Prishtinës Përparim Rama për të diskutuar këtë çështje, por deri me tani nuk ka marrë përgjigje.
Tutje në reagim thuhet se objektet dhe hapësira ku operon RTK janë në menaxhimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe jo të Komunës së Prishtinës. Prandaj çdo veprim që kufizon çështjen e lirë të punonjësve dhe automjeteve të RTK-s, cënon funksionimin normal të këtij institucioni publik dhe të drejtën e qytetarëve për informim të pandërprer. Menaxhmenti i RTK-s kërkon nga Komuna e Prishtinës që ta shqyrtojë urgjentisht këtë çështje dhe të gjejë një zgjidhje që të mundësojë çastjen e lirë të stafit dhe automjeteve të RTK-s në ambientet e tyre të punës, duke garantuar mjedispune pa pengesa për mediumin e vetëm publik të Kosovës. RTK mbetet e hapur për dialog dhe bashkëpunim me institucionet përgjegjëse, me qëllim që të sigurohet një zgjidhje e drejtë dhe funksionale për të gjithë palët e përfshira, thuhet në reagimin e menaxhmentit. Është bërë prurimi fillimit të punimeve të objektit të ri të qendrës për punë sociale në Hajvali, projekt që kap shifrën 2.8 milion euro dhe parashihet që ndërtimi të zgjasë 240 ditë. Është bërë perurimi i fillimit të punimeve të objektit të ri të qendrës për punë sociale në Hajvali. Aty morën pjesë kryetari i kryeqytetit Përparim Rama dhe drejtoresha e mirëqenies sociale Adelin Sahiti. Ky projekt ka vlerën e 2.8 milion eurove derisa u tha se krijon mundësi të shtuar për qytetarët që kanë nevojë të marrin shërbime. Është një ndërtesë e dizajnuar me standardet më moderne europiane që krijon një mundësi të shtuar për qytetarët të cilët kanë nevojë të marrin ndihmë, të marrin shërbime nga Drejtoria për Punë Sociale, për Mirëqenie Sociale. Po ashtu të njëjtën kohë kemi krijuar edhe hapësira shumë të mira edhe për stafin tonë. Do të jetë modern sipas standardeve evropiane. Ky është njëri prej premtimeve kryesore tek premtimet e kryetarit Rama në Departamentin e Shërbimeve Sociale, kështu që jemi të lumtur dhe me fat që edhe këtu po e vëmë një tek shumë të rëndësishëm. Punimet për ndërtimin e këtij projekti pritet të zgjasin 240 ditë. Kryeministri Albin Kurti mori pjesë në vënien e gurthemelit të Qerdhës në Rogan të Kamenicës, që do të ketë hapësirë për 120 fëmijë dhe do të përfundoj brenda një viti. Pas Qerdhës në Koretin, është vendosur gurthemeli i Qerdhës së dytë në këtë komunë, duke rritur potencialin për përfshirjen e fëmijëve në edukim të hershëm, ka thënë ministri Arblien Agafci. Kryeministri Albin Kurti mori pjesë në vënien e gurthemelit të Qerdhës në Rogan të Kamenicës. Kurti theksoi se ky rajon kishte vetëm një qerdhe për 54 vendbanime. Edhe të gjithë bashkëdhetarëve të cilët kur të vendosin që të kthehen në Kamenicë, do të kenë edhe qerdhe për fëmijët e tyre. 54 vendbanime Kamenica e ka pasur vetëm një qerdhe të vitit 1981. Tash atë kemi rinovuar dhe 2 të tjera i kemi filluar, tha ministri i Arsimit Arblien Agafci. Pas qerdhës në Koretin, jemi këtu në Rogan për vendosjen e gurthemelit të qerdhës së dytë në komunën e Kamenicës dhe po ashtu kemi renovuar edhe një qerdhe duke rritur potencialin për përfshirjen e fëmijëve në edukimin në fëmijërinë të hershme këtu në Kamenicë. Koordinimi me nivelin qendror është duke mundësuar përmirësimin e kushteve të mirëqenies së qytetarëve të Kamenicës, ta Kadri Rahimaj. Për neve ka qenë e papranueshme fakti që Kamenica të ketë vetëm një qerdhe publike dhe fshatrat e tërë të mos kenë mundësi të dërgojnë fëmijët e tyre në qerdhe publike. Objekti qerdhës së re me 6 klasa dhe 600 metra katror do të ketë hapësirë për rreth 120 fëmijë dhe të përfundojë brenda një viti. Vetëm në 3 ditët e fundit në Kosovë janë regjistruar 300 zjarre. Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave dyshon për zjarrvënie të qëllimshme, derisa kërkon bashkëpunimin e qytetarëve për të raportuar për këto raste. 10 hektar mal të djegur e qindra trupa arror janë evidentuar deri tani, ndërsa zjarret më serioze janë në Drenas, Kamenicë dhe Malishev. Në një konferencë për media, pas situatës së krijuar, drejtuesit e Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave kërkuan nxjerrjen paradrejtësisë të gjithë atyre që kryejnë këto veprime. Nga dita e premte deri më sot janë regjistruar 294 raste të zjarreve, ndërsa në javën e parë të marsit janë raportuar gjithsej 57 raste, malore 75, fushore 156 dhe të tjera 63, kurse zjarre aktive serioze janë në Dobrëshes të Drenasit, Periqev të Kamenicës dhe Drenos të Malishevës. Nga numri, nga statistikat, nga raportet të cilat i kemi marrë nga njësitë e zjarfikës shpëtimit
dhe nga qendrat operative 112, do thotë numrat janë si në vijim. Vetëm javën e parë të marsit i kemi pas 57 raste të zjarreve, ndërsa vetëm nga data 7 deri me datën 10, që nënkupton vikendin që e lëm pas, kanë qenë 294 raste të zjarreve. Gjendja gatishmërisë është ngritur në nivel vendi dhe prej sot do të fillojnë patrullimet e zjarrfiksëve në bashkëpunim me Policinë e Kosovës. Shkaqet kryesisht janë, dora e njerëzit. Vijnë nga faktori njeri. Ne si agjencion kemi ndërmarrë veprimet e nevojshme, kemi ngrit gjendjen e gatishmërisë në nivel vendi dhe nga sot kemi dhe fillojmë me patrullimet e rregullta të zjarrfiksëve në gjithë komunat. Agjencia e Menaxhimit Emergjent bën apel të qytetarët që të bashkëpunojnë me Agjencinë e Menaxhimit Emergjent, Policinë e Kosovës me zjarrfiksit shpëtues që të denoncojnë rastet. Vazhdojmë edicionin me zhvillimet në rajon. Në Beograd raportohet se presidenti serb Aleksandar Vučić ka organizuar një kundër protest ndaj studentëve të cilët për muaj të tërë po e kundërshtojnë qeverinë serbe lidhur me tragjedinë e Novi Sadit. Analistët në Beograd thonë se kjo është një përpjekje e pushtetit duke përdorur një grusht njerëzish që të minimizojnë ndikimin e protestave studentore. Ndërsa studentët nga e gjithë Serbia marshojnë drejt Beogradit për protestën masive të 15 marsit, pranë prezidencës është ngritur një kamp i studentëve të përkrahur nga pushteti. Në parkun Pionir, me mbështetjen e presidentit Aleksandar Vučić dhe simpatizantëve të Partisë Progresive Serbe, janë vendosur tenda dhe tavolina. Ata e quajnë veten student që duan të mësojnë, duke theksuar se kërkojnë kthimin në fakultete dhe kundërshtojnë protestat studentore që kërkojnë përgjegjësi për tragjedinë në Novi Sad. Studentet që quajnë veten Student 2.0 refuzojnë të flasin për mediat e pavarura, por mediat pro-qeveritare publikojnë mesazhet e tyre, ku ata theksojnë se kërkojnë të drejtën për t'u arsimuar pa ndërprerje. Parku është rrethuar dhe aty organizohen aktivitete, ndërsa disa qytetar sjellin ushqim për të pranishmit. Ja podržavam našu priču, podržavam Vučića. Mbështes këtë nismë, mbështes Vučićin, fëmijët duhet të kthehen në shkolla dhe të jetojmë normalisht, tha një qytetare. Të gjithë së bashku, studentë dhe prindër, duhet të qëndrojmë deri në fund, thot një qytetare tjetër. Kjo kundër protest e organizuar nga pushteti, sipas analistëve, është përpjekje për të zvogluar rëndësinë e protestave antiqeveritare. Aksioni vjen pak para demonstratës së madhe studentore të shtunën, e cila konsiderohet si një moment kyç në krizën politike në Serbi. Për këtë protest u diskutua edhe në mbledhjen e qeverisë, ku ishte i pranishëm presidenti Vučić. Siç raportohet, u analizuan aspektet e përgjithshme të protestës së paralajmëruar. Në Serbi ekziston frika e destabilizimit të situatës, pasi qeveria po organizon kundër mitingje, të cilat mund t'i përshkallëzojnë tensionet në prag të protestës së madhe studentore në Beograd. Në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë përplasjet mes pushtetit dhe opozitës për çështjen e ligjit të gjuhëve. Komisioni i cili merret me këtë çështje vazhdon të mbetet i bllokuar. Detajet nga atje e sjell korrespondenti Besnik Iseni. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, nuk arriti ta zhbllokojë punën e Komisionit për Politikë Sociale, e cila ngeci pasi që LSDM-ja kërkoi të vendose propozimi për ligjin për mbrojtësit Maqedonas. Pas largimit e Ilire Dautit nga kreu i komisionit, u caktua deputeti Bexhan Ilyas për të udhëhequr komisionin, por ky i fundit ka njoftuar se do të mungojë në të gjitha aktivitetet e Kuvendit. Deputeti i Frontit Evropian Elmi Aziri përmes një reagimi me shkrim i bëri thirrje kryetarit të Kuvendit që ta shfuqizojë interpelancën e Ilire Dautit dhe ta kthejë në postin e kryetares së komisionit nëse vërtet dëshiron që ta zhbllokojë punën. Ndërkohë koalicioni Vlen ka kërkuar që të ketë zgjidhje të njëjtë si për mbrojtësit Maqedonas, ashtu edhe për ish pjesëtarët e UÇK-s
që ishin pjesë e konfliktit të vitit 2001. Ne kemi pasur qëndrim parimor që në fillim që është një çështje që është delikate dhe duhet të ketë një zgjedhje adekuate për të dy anët e konfliktit. Sigurisht që edhe pjesa tjetër në këtë rast UÇK ka qenë e pranuar si palë në konflikte dhe me marrëveshjen orit ka pasur obligim shteti të bëj socializimin e tyre. Për shkak të refuzimit për ta vendosur në renditje ligjin për mbrojtësit Maqedonas, më 10 janar deputetët Maqedonas miratuan interpelancën kundër kryetares së komisionit Ilire Dauti. Një anije mallrash në detin verior ka goditur një tanker që transportonte karburant të aeroplanëve për qeverinë amerikane. Ekipet emergjente po punojnë intensivisht për të evituar një katastrofë ekologjike. Ekipet e specializuara nga Britania e Madhe janë duke tentuar të ndalojnë një katastrofë të madhe ekologjike në detin e Veriut, ku një anije mallrash goditi një tanker që ishte duke transportuar karburant për aeroplan, i cili, sipas raporteve, ka filluar të rjedhë në det. Incidenti ndodhi në afërsinë e brigjeve të Yorkshiret në Britaninë e Madhe dhe deri me tani është bërë ditur se anija e mallrave Solong, e cila lundronte nën flamurin portugez, ka goditur tankerin Stena Immaculate, i cili është në pronësi të një kompanie suedeze, por i cili menaxhohet nga kompanitë amerikane dhe specializon për transport të karburantit për forcat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zyrtarët deri me tani nuk kanë dhënë shpjegime rreth arsyeve të incidentit, por është bërë ditur se të 36 anëtarët e ekipazheve të dy anijeve janë të sigurt. Disa media britanike kanë raportuar edhe se në tankerin Stena Immaculate, përveç karburantit, transportoheshin edhe 15 kontejner të cianidit të natriumit, kemikal toksik, i cili mund të jetë tejet i dëmshëm për njerëz. Sipas tyre, ende nuk dihet se a ka pasur rrjedhë të këtij kemikali në det. Ndërmjetësuesit ndërkombëtar kanë vazhduar negociatat me përfaqësues të Hamasit dhe Izraelit me qëllim të sigurimit që të dyja palët të vazhdojnë të përmbahen kushteve të marrëveshjes së armëpushimit, e cila po rrezikohet nga veprimet në terren. Përfaqësuesit diplomatik të Katarit, Egjiptit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë në Doha, ku po tentojnë të sigurohen se Hamasi dhe Izraeli do të vazhdojnë të përmbahen kushteve të marrëveshjes së armëpushimit, e cila ndaloi luftën më vdekjeprurse në rripin e Gazës në dekada. Diplomatët janë duke punuar me një ndjenjë të urgjencës, pasi që zhvillimet në terren çdo herë më shumë po e rrezikojnë marrëveshjen e armëpushimit, përderisa dy palët pa ndalur e akuzojnë njëra tjetrën për shkeljen e saj. Sipas raporteve, negociatorët kanë biseduar me përfaqësuesit të Hamasit dhe gjatë mbrëmjes pritet të takohen edhe me përfaqësuesit izraelit për të tentuar të gjejnë zgjidhje që do të jenë të pranueshme për të dyja palët. Ndërkohë, Hamasi ka dënuar ashpër vendimin e Tel Avivit për t'ia ndërprerë rrymën uzinës më të madhe të desalinizimit në Gaza, e cila e siguron ujin e pijes për një pjesë të madhe të territorit, duke vështirësuar edhe më tej situatën për civilët palestinez, të cilët tani më vuajnë pasojat e bllokadës izraelite të ndihmave, të cilat duhet të hyjnë në territor. Besohet se problemi më i madh tani është insistimi izraelit që të zgjas fazën e parë të marrëveshjes së armëpushimit, përderisa Hamasi insiston se duhet të kalohet në fazën e dytë, siç edhe ishte paraparë me marrëveshje. Përfaqësuesit e Hamasit thonë se Tel Avivi qëllimisht po tenton të vonon apo edhe të shmangë tërësisht zbatimin e fazës së dytë, pasi që në të parashihet tërheqja e forcave izraelite nga disa pika kyçe, gjë që sipas Hamasit Izraeli nuk është i gatshëm ta bën. Përfaqësuesit e grupit militant kanë thënë edhe se bllokada e ndihmave dhe tani ndërprerja e energjisë elektrike janë pjesë të taktikave izraelite që kanë për qëllim detyrimin e Hamasit të pranon zgjatjen e fazës së parë, duke thënë se Tel Avivi në këtë mënyrë po tenton të shantazhon palestinezët. Kaq për këtë edicion të lajmeve, të nderuar shikues. Natën e mirë dhe mirëmbëjtje.